Në fillim të korrikut, qeveria do të hapë sërish librat e financave për të rishikuar buxhetin e vitit, në një kohë kur ekonomia po përballet me sfida të reja nga kursi i këmbimit e ecuria e investimeve dhe të ardhurave. Ndryshimet e buxhet pritet të japin sinjale të rëndësishme për prioritetet e muajve në vijim. Ku do të shkojë më shumë para dhe cilët sektor do të përfitojnë nga kjo ndërhyrje financiare, do të mësojmë për të rejat më të fundit me kolegun ton të A2CNN, Mario Brakaj. Mario, të përshëndes. Pyetja ime e parë është pse u pa e nevojshme rishikimi i buxhetit të shtetit në mesin e vitit? Do duhet themi në fakt që rishikimi i buxhetit rreth muajit qershor apo në korrik tashmë është kthyer në gati normalitet, le të themi me hyrjen në fuqi në janar pas dekretimit nga presidenti, paktën në 3 vitet e fundit ne kemi pasur rishikim të buxhetit në muajin qershor, në fakt në vitin 2024 patëm edhe në muajin shkurt patëm 2 rishikime. Ndërkohë që kësaj here argumenti për të ndryshuar buxhetin me akt normativ nga qeveria është tejkalimi i pritshmërive në drejtim të ardhurave. Pra kemi më shumë të hyra në buxhet edhe se në skenarët më optimist që kishte parashikuar qeveria dhe rrjedhimisht me këtë argument do të kemi edhe ndryshime, rialokime të fondeve nga njëri institucion të tjetri, por edhe shtim fondeve tek disa institucione të posaçme. Qartë, cilat janë ndryshimet kryesore që parashikohen në aktin normativ të korrikut? Atëherë kemi Ministrinë e Mbrojtjes, institucion i cili pritet që të marrë një pjesë të konsiderueshme të fondeve të cilat pritet të rialokohen. Kjo pas edhe kritikave të ardhura nga NATO, Aleanca e Atlantikut Veriut, e cila identifikoi Shqipërinë bashkë me 2 shtete të tjera se nuk kishin përmbushur kushtin për të pasur shpenzime sa 2% e prodhimit brendshëm bruto. Shqipëria për vitin 2025, sipas të dhënave të NATO-s, kishte arritur të kishte shpenzime në nivelin vetëm 1.49%, pra duke mos përmbushur kështu angazhimin që shtetet anëtare të aleancës kanë, kështu që rrjedhimisht në këtë rast Ministrisë Mbrojtjes do t'i caktohet një fond me rreth 100 milion euro shtesë, ndërkohë që në buxhet ose në saktë në aktin normativ i cili dikton ndryshimet në buxhet do të përfshihet edhe marrëveshja që qeveria e Shqipërisë do të arrijë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për financim në fushën e mbrojtjes me vlerë rreth $300 milion. Nga ana tjetër do të kemi një rialokim të fondeve në drejtim të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, ku pritet që të ketë më shumë para në dispozicion të fermerëve në pritje të zhbllokimit të i parë të treshit. Gjasat janë që të ndodh brenda 6 mujorit të dytë të këtij viti, ndërkohë që para shtesë do të ketë edhe për Institutin e Statistikave, i cili do të jetë institucioni që do të bëjë procesin e inventarizimit të fermave bujqësore. Thëndryshe censi i bujqësisë dhe blegtorisë, i cili pritet që të zhvillohet në tetor të këtij viti, të nisë në tetor dhe të ketë le të themi një periudhë 4 javore zhvillimi, ndërkohë që mund të shtohet edhe 1-2 javë tjetër në varësi le të themi të ecurisë së procesit. Për momentin Instituti i Statistikave nuk ka para mjaftueshëm për ta zhvilluar censin e bujqësisë dhe blegtorisë, kështu që në këtë rast do duhet që të ketë një realokim të fondeve, ndërkohë që pritet që të ketë edhe një fond shtesë drejt Ministrisë së Ekonomisë, Sportit dhe Kulturës, institucion në këtë rast kupol e Institutit të Sigurimeve Shoqërore për të shkuar më pas tek pensionet. Pra ajo që pritej që të ndodhte nga një tetor i këtij vitit, që tradicionalisht ka ndodhur në 5 vitet e fundit, indeksimi i pensioneve në varësi të ecurisë së inflacionit tek një shport të caktuar e produkteve të konsumit, veçanërisht për stresat e të moshuarve, pritet që të ndodh më herët, pritet të ndodh që nga muaji korrik, kështu që në një farë mënyre të moshuarit, por edhe kategoritë e tjera përfituese të pensioneve do të kenë të paktën 4 muaj në avans, le të themi atë rritjen e cila pritet që për pensionet në zonat urbane të jetë në vlerën e rreth 670 lekëve të reja dhe për pensionet në zonat rurale rreth 520 lekë të reja. Mario, a lidhet ky rishikim me performancën e të ardhurave në 6 mujorin e parë? Po, kjo është dhe arsyeja kryesore që ka detyruar në një farë mënyrë, ose të paktën i ka lejuar qeverisë që të rishikojë buxhetin dhe këto para shtesë të mbledhura kryesisht nga tatimi mbi të ardhurat personale të individëve, nga tatimi mbi të ardhurat, tatim fitimi i bizneseve, por edhe tatimi mbi vlerën e shtuar në cilin ne paguajmë mbi çdo produkt që konsumojmë dhe shërbim që marrim, automatikisht ka bërë që qeveria të ketë më tepër para në dispozitiv
dispozicion dhe me këto para në dispozicion ka vendosur që t'i shpërndajt paktën bazuar në argumentin se ku kam shumë nevojë dhe nevojat sot janë përgjithsisht të diktuara tek shtresat e të moshuarve dhe kategoritë e tjera të pensionistëve dhe në këtë rast, siç thamë edhe më herët për Ministrinë e Mbrojtjes dhe Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, kjo e fundit për të mbështetur fermerët, por edhe për të zhvilluar censin e bujqësisë dhe blegtorisë që në fakt do duhet ishte zhvilluar që në vitin 2022, u shtyp për në vitin 2024 dhe le të themi tani shpresohet që të zhvillohet brenda vjeshtës së vitit 2026. Mirë, Mario Brakaj, të falenderoj për të rejat më të fundit, do të zhvendosim te kryeministri